Pra, mos ngatrojmë, kemi një vendim gjykate. Pra, SPAK, jo domosdoshmërisht që çdo gjë që bën, po themi, do duhet të themi e ka bërë SPAK dhe ta mbyllim këtu. Prandaj është ky filtr. Është pikërisht gjykata ajo që vendos që është bërë apo jo një hetim i duhur. Kështu që nuk duhet ta ngatrojmë këtë pjesë. Jo, të bëj një ndërhyrje të vogël, pra. Ne pretendojmë nga viti 92 e tutjet që në Shqipëri të ndërtojmë apo të kemi shtetin e së drejtës, jo shtetin ligjor. Shtetin ligjor e kishte ai burri që vdiqin 85-ën, që e kishte gjykatën dhe prokurorin bashkë. Edhe pastaj paramendohej vendimi i gjykatës dhe paramendohej se si do merrej vesh prokurori me gjyqtarin edhe me hetuesin, se ishte edhe hetuesi në atë kohë dhe mungonte avokati. Tani këtë skenar ne kemi parë. Ne duhet kuptojmë që SPAK-u nuk e ka mësuese GKK-n dhe GKK-ja nuk është më e mençur se SPAK-u, që ti thot SPAK-u ti se ke bërë punën mirë, shko bëj edhe një herë, se është i pakënaqur. E ka këtë tagër, ja ka dhënë ligji. Ja ka dhënë ligji pra. Ja ka dhënë ligji që ta bëj. Nga Jorgucati s'është i lumtur me punën e prokurorisë posaçme, edhe gjykata tani thot ik bëj edhe një herë. Ja ka dhënë ligji që ta bëj këtë gjë. Tingëllon shëmtuar dhe ligji nuk e kërkon, unë nuk besoj se ligji për procedurë ndoshta po, por jo detyrimisht ja kthej dosjen. Megjithatë unë nuk e di pse duhet të ketë frikë askush në rastin konkret që ka një regjistrim të procedimit penal që mund të bëhen hetime të mëtejshme në rastin konkret. Nëse prokuroria ka bërë mirë punën, të lutem, nëse prokuroria ka bërë mirë punën, vendos në përfundim të hetimeve, pasi ka bërë të hetimet gjyqëtantshëm në rastin konkret për hetimet, të vendos pushimin e çështjes dhe e dërgon në gjykatë. Do jetë përsëri gjykata në seancë paraprake që e pranon apo jo kërkesën e prokurorisë. Përndryshe, në rastin konkret më pas, nuk është më regjistrim procedimit penal, por është urdhërim për të ngritur akuzë. Kështu që nuk duhet ta ngatrojmë, prandaj është bërë ky filtr. Pikërisht pra, sepse këtu nuk është çështje frike, këtu është çështje e krijimit precedentit pra. Nëse do vepronte kështu, gjykata për çdo rast që SPAK-u do çonte me prova të cunguara apo me pretendimet e saj si me beso Ardit që faktikisht ka shumë raste kohë të fundit që GKK-ja faktikisht kthen realisht për hetime të mëtejshme në raste konkret dhe për të regjistruar edhe kur ka mos fillim procedimi penal. Pra, do të kemi parasysh që ky gjyqtar është pikërisht ai që bën atë filtrin. Jo, nuk ka vënë për diskutuar asgjë këtu, avokat. Për aq kohë sa e ka përcaktuar ligji, është e kohë që ne të merremi edhe të interpretojmë atë. Pyetja ime është, cili është pretendimi në Z apo në Z i kallëzuesit, konkretisht i Fredi Belerit. A ka ai pretendime për sa i përket ndarjes nga ana e prokurorisë posaçme të çështjes nga Ishkur e Bashkiaku i Marrës në këtë pikë? Si gazetar me përvojë doja që të pyesja Arditin. Ardit, je dakord që është ndarë çështja e zonjës Xhaçka nga Ishkur e Bashkiaku i Himarës? Jo, Beleri është i pakënaqur vetëm për arsyen pse është dënuar vetëm njëri. Bashkiaku i Himarës, Ishkur Bashkiaku i Himarës. Ai i shikon të ndërlidhura me sa duket çështjet. Po i shikon të ndërlidhura sepse Fredi Beleri është eksponent i Partisë Demokratike rreth parë. Pastaj është një qytetar që i qan zemra për pasuritë e një tjetri, një privati tjetër. Fredi Beleri është Ishkur e Bashkiaku i zgjedhur i Partisë Demokratike dhe është eurodeputet i Greqisë, i Partisë Djathtë greke në Parlamentin Evropian, që ka sfond politik kallëzimi dhe gjithçka bëhet në koordinim me paditë që ka bërë PD-ja më parë kundër Olta Xhaçkës, kjo nuk ka pse ta diskutojmë dhe ta vëmë dyshim. Pra edhe Partia Demokratike më parë nuk është marrë me Jorgo Gorën, është marrë me Olta Xhaçkën dhe me të shoqin, i ka kërkuar që t'i hiqet mandati. Unë prapë nga ana tjetër nuk e kuptoj mazhorancën se sa i shenjtë që ka mandati Olta Xhaçkës, sa që të zgjasi kjo histori me vite tëra, por për te debatit politik, mua më intereson provat që paraqet njëra palë dhe provat që nuk arrija të sigurohet tjetra, sepse një nga elementet që unë kam vënë re për shembull dosje dhe nuk e di, a është padi, është pjesë e padis Belerit apo është pjesë e hetimeve të prokurorisë, është që zotria biznesmenit fjalë kur e ka blerë tokën në Gjilek, ka paguar një këstin e parë të zotit tokës, e ka paguar konform rregullave, pra me banke, me noterie, me gjitha, por ndërkohë i zoti tokës nuk e kishte hipotekuar pronën akoma. Dhe këtu fillon pra dyshimet e prokurorisë, besoj unë që pse ti i pagon
para dikujt I cili nuk e ka të sigurt pronën, për e pagon sepse ti je I bindur dhe ja ke parë dokumentacionin këtij dhe thua po, ky e përfiton nga hipotekimin e pronës, apo sepse ti I ke hyrë garant edhe për hipotekimin më pas. Pra, në këtë kuptim, këto janë hije dyshime dhe janë çështje interpretimi të fakteve që ka renditur Spaku. Se çfarë do të arrijë pastaj një hetim I dytë më I thelluar, unë këtë nuk e gjej dot, sepse unë besoj se janë konsumuar të gjithë puna e prokurisë posaçme, gjithë investimi në këtë dosje ka mbaruar dhe tani mbetet vetëm betejë politike mes kuvendit dhe gjykatës kushtetuese, mes Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar socialist. Proceduralisht, faktikisht do kishte qenë më e udhës që të regjistrojë procedimi penal për të tre, mund të shkojë dërgimin e çështjes në gjyq për sa I përket zotit Jorgo Goro dhe pushimin e çështjes për Olta Xhaçkën dhe për Artan Gaçin. Kjo do të ishte procedura më e saktë në gjykimin tim, e cila nuk do linde shteg në mënyrë absolute faktikisht për asnjë lloj aludimi apo dëshimi në lidhje me hetimet. Por megjithatë jemi përpara kësaj situate. Shiko, bën lajm apo bën sens sepse kemi parasysh që Olta Xhaçka për mendimin tim futet tek ata persona që ka pasur mbrojtje më të jashtëzakonshme në këto 30 vite nga Partia Socialiste. Më shumë se sa kushdo tjetër, më shumë se sa Erion Veliaj, më shumë se sa Arben Ahmetaj, Samir Tariu kushdo tjetër. Nuk ka ndodhur kurrë që të tundohen themelet e shtetit duke mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese nga Kuvendi I Shqipërisë në lidhje me këtë person. Kush e mbron? Pse e mbron? Pikërisht pra, majoranca e ka mbrojtur kaq shumë këtë person, madje u bë ç'është e mundur që mos I hiqe mandati dhe të përfundonte mandati I saj. Gjithë historinë, gjithë kaluarin. Pse mbron dhe çfarë ka, po themi, kush është konotacioni në rast konkret dhe çfarë qëndron underground, ne këtë nuk mund unë të paktën mund të kem deduksione të ndryshme. Por në rastin konkret shikojmë që ka një mbrojtje të jashtëzakonshme. Pra, ju bët ç'është e mundur që mos I hiqe mandati. Sepse ndoshta duke hequr mandati mund të aludonin ndoshta edhe për ndonjë arrestim apo diçka tjetër pa kërkuar autorizim nga kuvendi. Ky është deduksioni që bëhen edhe si jurist. Pastaj pjesët e tjera politike, sepse u interpelua, po themi, Komisioni I Venecias 2 herë u desh që me ato urdhërimet edhe ngërçi që u krijua dhe nga vetë gjykata kushtetuese se si duhet vepronte kuvendi, të cilët tashmë janë mosmarrveshje në rastin konkret në instancat e tjera europiane, për mendimin tim e gjithë kjo prandaj e bën të rëndësishëm që minimalisht le të bëhet një hetim. Le të bëhet një hetim dhe të shikojmë ka apo nuk ka elemente të verbës penale. Avokat,